Oj, mos i ram, e rritëm kotë shumë në këtë të horoshit, qishte kjo? Nuk është pak, ajo... Mos e rritëm, nga që ka krizë në media, mos e rritëm shumë? Nuk është pak, nuk sigurisht, nuk bëhet fjalë që në Shqipëri po stërviten skuadra. Ishte një personazh, i ndjekur nga antiterrori, që ishte arrestuar dhe në 2009. Renea në Orosh, e vendosni. 3 vjet burg, dhe post kishte rekrutuar një Julian Cumraku, një tjetër, e kështë lënë dhe atë e kështë të riste atë mjekrën e tjera, bëni stërvitje si pas të dhënave të policisë në pyll, kishin armë, kishin gjithë gjërat. Problemi që shifet aty është që ky kryesori, Hamzai Luani, Erzen Uka, ka bërë disa postime në Facebook që e ka aktiv, në datë 3 shtator dhe në datë 8 shtator, tani. Të kësi shtatori? Po, dhe të ki pari, mburë dhe përmend si njeriu që mori flamurin për të çliruar Osama Bin Ladenin, dhe thotë që qëllimi i gjithë, pra me atë luftë që filloi Osama, është që të çlirojnë Palestinën, qëllimi jonë i gjithë. Në 8 shtator, merr al-Baghdadin, krijuesin e shtetit islamik, dhe i bën dhe atij një status, një poezi, duke e shpëlar. Tani vono, Problemi është që nga dhe krijues. Shumë i çuditshëm se këtë në 2019 një nga akuzat që i bën është që stërviste fëmijët e vet. Dhe ne kemi dhe atë video, nuk e di nëse mund ta ato, por ideja është që do të që nuk përdoren ka bërë burg për atë dhe nuk i ka hequr. Nuk i ka shkarku, i ka akoma aty. Është shumë e habitshme kjo. Video t'i mban. Ky tani ka qenë komando në Afganistan. Komando në Afganistan. Dhe domethënë ka shkuar atje për të luftuar terrorizmin. Dhe është kthyer këtu, është kthyer në terrorizmin në mendje. Mësoj nga terrorizmi dhe kjo është më e rëndë. Dhe ky ka në procesin penal që është dënuar, ky prokurori i këtij ka qenë avokati në Gëmbeci. Po pra e ka kërcënuar. Dhe ky e ka kërcënuar në sallë gjyqit. Bashkë me gjyqtarin. Atë edhe gjykatën. Eva më shkojmë edhe ky. E di çfarë bën shqetësuese zoti Rakipi gjithë këtë histori? Miku i emisionit që hyn ndonjëherë dhe më shkrojti që ai ishi mirë tha për këtë gjithë, por nëse nuk kanë mjafton provat që ju gjetën thonë ju është aty ka vetëm minister Plagosi, ka Plagos. Edhe sot në gjykat ka bërë thirrje për sulme terroriste, ta mbaroj me 2 fjali. Dhe e bukura edhe e keqja është që këto ligji parashikon 4 deri në 10 vjet për nxitje të terrorizmit. Dhe në 2019 nuk ka, u lirua. Pra, jemi në këto, pra, i mund të dhe avokati thotë s'ka bërë gjë, atë armët i kishte ky tjetri. Qartë. Pra, policia thotë që nuk kemi qelluar asnjë të shtënd vetme, nuk kemi qelluar, pra, e tjera. Pra, ajo që është probleme është pse kemi të përsëritur këtë punë, pretendohet që atje ka shkuar për të stërvitur, se ka pyetje e tjera, për të bërë fiks ato gjëra ku lart syve të njerëzve, dhe të stërvizë dhe këtë tjetrin. Dhe kjo më bën përshtypje nxitja e terrorizmit 4 deri në 10 vjet, që është më mas shumë e ulët, ndërkohë që këta janë recidivistë. Çka kishe Denisi? Po kam diçka, sepse edhe në këtë rast nga Klodi mora shkas, që komunitetet fetare, po në veçanësi bashkia muslimanëve, duhet të marrë qëndrime të her pas hershme e para për të distancuar nga këta personazhe dhe e dyta për të bërë thirrje të shpeshta dhe një lloj edukimi për të patur një shëndet në komunitetin fetar, sepse vere që ka një radikalizim shoqëror, se ne shohim vetëm Tiranën, po në qytetat vogla ose në fshatrat thella, ku ka më pak informacion dhe më pak, si më thënë, dritë, radikalizmi hyn me njëherë. Po atje është me madh. Vere që ne jemi fokusuar vetëm te kjo paqja që na sjell xhamia, kisha ortodokse dhe kisha katolike shumë pranë njëra tjetrës, edhe pse ezani vërtet gjithë ditën e gjithë natën, po nuk është i mjaftueshëm vetëm ezani që zgjon njerëzit mëngjes drejt darkë, por është çështja që feja duhet shkojë tek njerëzit për t'i paqtuar dhe për t'i ulur nga radikalizmi. Pra ky është një mesazh që mendoj unë duhet thënë, jo nga unë ose jo nga ne, po edhe nga ne, po kryesisht nga ata që mbulojnë çështjet e fesë dhe çështjet e islamit në Shqipëri. Pra, Bashkësia Islame duhet merret më shumë me këto mesazhe që të tërheqi të rinj, sepse vere që ka një tendencë të moshave të reja që të përqafojnë islamin dhe shumë mirë bëjnë, qofse gjejnë aty
paqen shpirtërore, gjithë tjera iniciativën e Kurajon për të vazhduar përpara për të qenë njerëz suksesshëm. Kjo s'do të thotë gjë që të shkojnë shumë në ekstreme, në radikalizim, sepse jemi përballë një digitalizimi ku, siç tha edhe pak më përpara, gjithçka mund të shikohet në kohë reale, thirrje për antarësime e tjera që s'duhet t'i bëj tani. Thirrja është shumë e drejtë, po problemi është që komuniteti musliman shqiptar, një numër të madh të xhamive nuk i kanë në kontrollin e vet. Prandaj këtu hyn roli i shtetit. Nuk ka, pra janë, zoti Rakipi, xhamia në Unazën e Re nuk ka qenë në kontrollin e komunitetit musliman shqiptar dhe rekrutoheshin fëmijë aty. Dhe vazhdon të ndodhe njëjta gjë, ke xhami në Pogradec, ke xhami në zonën e Dibrës, ke xhami në zonën e Kavajës, tek të cilat kam shkuar unë personalisht për ta parë situatën nga afër. Sidomos pas atyre që ndodhen pra pas rekrutimit të qytetarëve shqiptar që u dërguan për gjihad luftarak në Siri. Dhe sot që flasim, komuniteti musliman e pranon haptazi që nuk ka kontroll mbi këto xhami dhe thirrja shumë e drejtë, po spari duhet ketë kontroll mbi xhamit. Mbi bazën e gjitha rregullave se si duhet gjetë mënyra që të futen. Duhet gjetur patjetër. Sepse ne nuk e dimë se çfarë predikohet brenda atyre xhamive. Ti ikim këtij momenti këtu sepse jo, ka të zëra të ndryshme, Orsi Ezexhimi shkruante që manipulura i ka qenë djalë shumë i mirë dhe lidhte avokatin që ne kemi shpesh në studio që ai e ka dënuar të gjithë. Bilet e Kuti Mbjuzi më shkruan që 2 terroristët, në thonjë se thotë janë të fandaksur për doruz droge. Arsenali armëve shtisur sot shloj politike dhe janë futur armën dhe gjitha gjërat aty për të krijuar një. Lutem me këto teoritë konspirative. Po jo, më ka mendime të ndryshme. Në vazhdon asaj çfarë thotë Denisi, më lejo vetëm ta lexoj këtë mesazh. Lezoje. Thotë të lutem, duke qenë se jam psikologe dhe udhtoj në përrethe për shkak të çështjeve që marr. Në përrethe të vogla, xhamit janë kthyer si shkolla, sepse ata shkojnë pas shkollës aty dhe kalojnë pas dite, duke qenë se prindrit i kanë në punra, kryesisht dhe marrin mësime islame, që nuk ka asnjë gjë të keqe. Problemi është që duhet kontrollohet çfarë ndodh aty brenda. Çfarë ndodh? Po jo, kjo është problem shumë i madh. Jo, do ta marrim. Ne do ta marrim të si temë shumë interesante duket. Kam dhe një moment tjetër. Lala, atentatet janë bërzakonshme tani në Lushnjë, po unë dëgjoj vazhdimisht tani Juli Pashakos, se këta të forcës tonë gjithmonë emrat e nënave përdoren. Vendosen këtyre mbrapa. Juli Pashakos është Julian Sulo, ka është atentatin Lushnjë tani. Ç'ishte kjo shinjestra, çfarë ishte? Me pak, ta themi dhe këtë pak. Juli Pashakos. Atëherë, Julian Sulo, ose i njohur me novkën Juli Pashakos, nuk është një personazh i botës krimit që duhet injoruar, përkundrazi unë mendoj që për momentin në Lushnjë është një ndër personazhet më të rrezikshëm të botës krimit atje. Është konsideruar si njeriu më i besuar i Laert Haxhiut, i cili krijoi një bandë kundërshtare me Aldo Baren dhe arriti të vriste një pjesë të madhe të kundërshtarëve dhe Laert Haxhiu aktualisht ndodhet i arrestuar bashkë me bandën e tij. Juli Pashakos ka qenë një prej miqve më të ngushtë të Redian Rajës, i cili është nipi i deputeti socialist Rahman Raja dhe në kohën kur ndodhi atentati te mbikalimi Shkozeti ndaj ish prokurorit të Durrësit Arjan Doj.